Mateo Borri më në fund ka reaguar me një mesazh ku i thotë të gjitha. Ai ishte një nga personazhet më të dashur për publikun që ka ndjekur aktivisht spektaklin më të famshëm në Shqipëri të edicionit të 5. Ai së fundmi ka reaguar pas përfundimit të eksperiencës së tij në këtë format. Mateo zgjodhi rrjetet sociale për të ndarë disa reflektime lidhur mbi qëndrimin e tij në shtëpinë më të famshme në vend. Përmes një postimi në Instagram, Mateo ka përmendur 106 ditët e kaluara brenda shtëpisë, duke cilësuar se një periudhë e rëndësishme në jetën e tij personale dhe profesionale. Në mesazhin e tij, ai ka shprehur falënderim dhe mirënjohje për mbështetjen që ka marrë gjatë gjithë kësaj kohe. Reagimi i tij vjen pas përfundimit të rrugtimit në këtë format, duke përmbytur kështu një eksperiencë që tërhoqi vëmendjen e publikut. 106 ditë, një ndër dhuratat më të bukura, pafund mirënjohës, shkroi Mateo për krah fotos, duke shprehur mirënjohjen për fansat e tij. Ndërkohë fituesi i këtij edicioni u shpall Selim Bollati, ndërsa në vend të dytë u rendit Miri, duke mbyllur një sezon mjaft të komentuar të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.